Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për llojet e martesave. Martesa ka një histori shumë të gjatë dhe është zhvilluar ndryshe në kultura të ndryshme. Në shoqëritë e lashta, martesa nuk kishte një institucion formal si sot. Ajo lidhej me nevojën për të organizuar marrëdhëniet seksuale, kujdesin për fëmijët dhe bashkëpunimin ekonomik. Fiset e atëhershme shpesh funksiononin me forma të ndryshme bashkimi, ku lidhjet ishin kolektive dhe jo monogame. Shoqëritë e lashta ishin Mesopotamia, Egjipti, Greqia dhe Roma. Në Mesopotami, martesa ishte kryesisht marrëveshje ekonomike dhe ligjore midis familjeve. Baza ishte trashëgimia dhe pasuria. Egjipti i lashtë. Çiftet në këtë vend martoheshin shpesh për dashuri, por ende loste rol të madh familja. Greqia e lashtë. Në këtë vend, martesa synonte të siguronte trashëgimtar legjitim. Dashuria nuk shihej si arsye kryesore. Dhe në Romën e lashtë, martesa kishte forma të ndryshme, nga më formalet dhe më të lirshmet. Gruaja gradualisht fitoi më shumë të drejta në raport me martesën. Me shfaqjen e fesë, sidomos të judët, kristianët dhe islamët, martesa u bë një institucion i shenjtë. Feja vendosi rregulla për besnikërinë, trashëgiminë, rolet gjinore dhe ligjshmërinë e lidhjes. Në mesjet, martesat bëheshin shpesh për arsye politike dhe pronësie. Në epokën moderne të hershme, rritja e qyteteve dhe ndryshimet ekonomike sollën më shumë martesa të bëra me dashuri dhe filluan të lejoheshin divorcet, megjithse ishin shumë të kufizuara. Në shekullin e 19 dhe të 20 filloi koncepti i martesës romantike, pra martesa mbi bazën e dashurisë. Gratë fituan shumë të drejta ligjore, si për shembull të drejtën për pronën, vendimarrje dhe divorc. Shteti mori rol më të madh se feja në regjistrimin dhe rregullimin e martesës. Në shekullin e 21, martesa është bërë më fleksibile dhe më e larmishme. Këto janë martesat civile, martesat fetare, martesat ndërkulturore, si dhe ndryshime në rolet brenda çiftit. Shumë shoqëri pranojnë forma të reja bashkimi dhe alternativa bashkëjetese. Diskutimet lidhur mbi martesën dhe bashkëjetesën varen nga mënyra se si e shohim shoqërinë, kulturën dhe nevojat e individit. Për këto të dyja ka përparësi dhe sfida. Lind pyetja: kush janë përparësitë dhe sfidat e martesës dhe bashkëjetesës? Përparësitë e martesës janë stabilitet më i madh ligjor dhe ekonomik, mbrojtje ligjore për partnerët dhe fëmijët, mbështetje kulturore dhe morale, si dhe stabilitet psikologjik. Shpesh martesa lidhet me angazhim afatgjatë, i cili krijon një ndjenjë sigurie. Sfidat e martesës janë: mund të bëhet formale dhe pa fleksibilitet. Ndonjëherë njerëzit hyjnë martesës për presion kulturor, jo për përputhje. Dhe divorci në martesë shpesh është i vështirë dhe emocionalisht i kushtueshëm. Përparësitë e bashkëjetesës janë fleksibilitet dhe zgjidhje personale. Çiftet bashkëjetojnë pa presion juridik ose fetar, duke e bazuar lidhjen te marrëveshja e përbashkët.
ekziston njohje më realiste e përputhshmëri. Shumë çifte bashkëjetojnë për të testuar jetesën së bashku para martesës. Ka më pak formalitete. Njerëzit ndihen më të lirë dhe më pak të kufizuar nga strukturat tradicionale. Sfidat të bashkëjetesës janë mungesë mbrojtjeje ligjore në shumë vende, si për shembull në trashëgimni, kujdestari dhe vendime shëndetësore. Stabilitet mesatarisht i ulët, sepse dalja nga bashkëjetesa është më e lehtë se divorci. Nëse ka fëmijë, proceset ligjore mund të bëhen edhe më të ndërlikuara. Në shoqëritë tradicionale, martesa shihet si më e dobishme, sepse siguron stabilitet, rregulla të qarta dhe mbështetje për fëmijët. Në shoqëritë moderne, pluraliste, të dyja janë të dobishme, sepse i japin individit liri zgjidhje. Miqësia, respekti dhe stabiliteti emocional vlejnë më shumë se format ligjore. Si përfundim mund të themi se martesa dhe bashkëjetesa varen nga vlerat, kultura dhe nevojat e individëve që e përbëjnë atë. Shkëputjet nga bashkëjetesa shpesh shoqërohen me zënje dhe konflikte, sepse ato prekin pjesët më të ndjeshme të jetës emocionale, ekonomike dhe sociale të një çifti. Kjo është një dukuri e zakonshme në shumë kultura. Disa arsye kryesore janë: lidhje emocionale dhe zhgënjim i fortë, mungesa e strukturës ligjore. Në martesë ka rregulla ligjore për pronën, fëmijën dhe përgjegjësitë. Në bashkëjetesë, shpesh këto rregulla nuk janë të qarta, prandaj ka pasiguri, grindje për pasurinë dhe debate lidhur me përgjegjësitë. Mospërputhje në pritshmëri. Shpesh njëri partner mendon se lidhja mund të shpëtohet, kurse tjetri e ka vendosur të ndahet. Presioni ekonomik, ndarja në nënkupton, gjetjen e një shtëpie të re, ndarjen e shpenzimeve dhe humbjen e stabilitetit financiar, e cila shkakton stres ekonomik dhe ndes konfliktet. Xhelozia dhe humbja e kontrollit emocional, komunikimi dobët gjatë lidhjes, si dhe mungesa e përgatitjes emocionale. Shumë çifte bashkëjetojnë pa diskutuar asnjëherë kufit dhe pritshmërinë. 5 rregullat kryesore për shmangjen e konflikteve gjatë një ndarjeje janë: flitet qartë dhe me qetësi, zgjidhet koha dhe vendi i duhur, vendosen kufi të qartë, fokusohet te zgjidhjet, jo te fjalët, dhe emocionet ulen para se të fillojë diskutimi. Përveç martesës dhe bashkëjetesës, ekzistojnë dhe forma të tjera lidhjeje, që njerëzimi i ka përdorur në të kaluarën ose po i zhvillon sot. Këto modele ndryshojnë sipas kulturave, kohës dhe nevojave shoqërore. Disa prej tyre janë: bashkëjetesa me marrëveshje të formalizuar. Në shumë vende moderne, çiftet zgjedhin të jetojnë bashkë, por me kontrata të shkruara që rregullojnë pronën, financat dhe përgjegjësitë. Kjo nuk është martesë, por as bashkëjetesë pa rregulla. Është një formë e ndërmjetësme. Partneriteti civil. Disa vende ofrojnë një formë ligjore që quhet partneritet civil, që jep disa të drejta si martesë, por nuk është fejesë fetare ose martesë tradicionale. Kjo është përdorur fillimisht për çifte të njëjtit seks, por sot edhe për çifte heteroseksuale,
që nuk duan martesë tradicionale. Bashkëjetesë pa jetuar bashk. Dy njerëz janë në lidhje serioze, por nuk banojnë në të njëjtën shtëpi. Ruajnë pavarësinë personale dhe takohen rregullisht. Kjo po bëhet gjithnjë e jashtëzakonshme te njerëzit e pjekur ose te ata që punojnë në distanca. Familjet e zgjeruara kolektive. Në disa kultura tradicionale dhe në komunitete moderne alternative, disa çifte ose individ jetojnë së bashku si grup, ndajnë përgjegjësitë ekonomike dhe rrisin fëmijët së bashku. Kjo nuk është poligami, por komunitet familjar. Lidhje efektive pa bashkëjetesë. Disa çifte zgjedhin të kenë lidhje serioze emocionale, por pa jetuar bashk, pa martesë, duke mbajtur autonomi të plot personale. Kjo është një formë e re në shoqërinë moderne. Martesa virtuale. Me teknologjinë moderne, çiftet që jetojnë në shtete të ndryshme ruajnë marrëdhënie serioze dhe kjo strukturë është bërë një formë e re lidhjeje për njerëzimin. Martesa kolektive apo poligame. Në disa shoqëri tradicionale ekzistojnë akoma poligamia, një burr me disa gra, dhe poliandria, një grua me disa burra. Këto janë martesa të rregullta nga frisi. Këto nuk janë të zakonshme sot, por janë pjesë e historisë njerëzore. Pra, si përfundim mund të themi se përveç martesës dhe bashkëjetesës ekzistojnë shumë forma të tjera lidhjeje. Njerëzimi i ka krijuar sipas kushteve ekonomike, kulturore, emocionale dhe teknologjike të çdo epoke. Në të ardhmen, me ndryshimet sociale, mund të zhvillohen edhe forma të tjera të bashkimit midis njerëzve. Pra, gjithashtu mund të themi se nuk ka një formë lidhje që është universalisht më e mira për të gjithë njerëzimin, sepse shoqëritë janë të ndryshme dhe nevojat e njerëzve ndryshojnë. Por mund të themi qartë këtë, se forma e lidhjes që sjell më shumë zhvillim për njerëzimin është ajo që siguron stabilitet, marrëdhënie të shëndetshme, bashkëpunim ekonomik dhe mirëritje të fëmijëve. Përputhjet me zhvillimin modern. Shoqëritë që ecin përpara janë ato që pranojnë forma të ndryshme bashkimi, por i rregullojnë me ligje të qarta, duke ruajtur të drejtat e individit dhe familjes. Forma më e mirë për njerëzimin nuk është një formë unike, por çdo formë që ka këto 3 elemente: angazhim i qëndrueshëm, mbrojtje ligjore dhe sociale, harmoni dhe liri në marrëdhënie. Kjo formulë ka sjell më shumë zhvillim në shoqëritë ku është zbatuar, pavarësisht nëse quhet martesë, partneritet civil, bashkëjetesë e rregulluar apo model tjetër i ngjashëm. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.